Jemi nisur drejt Krej Lurës, për në vendlindjen e imzot Nikol Kaqorrit. Aty ku përfundon rruga e kombit përmes Rroshenit, fillon një segment tjetër i vështirë drejt Krej Lurës. Është një rrugë plot gropa, në një teren të thyer malor, një zonë e braktisur në masë të madhe nga banorët pas rënies së komunizmit. Pas një rruge të vështirë, paranesh paraqitet me përmasat epike, Krej Lura, një vend i jashtëzakonshëm, i rrethuar me kuror malësh në kufijt e Dibrës me Mirditën. Në këtë lartësi mund të ndihet ajri i freskët, natyra e bukur e majat e thepisura. Jo larg nga këtu ndodhet atraksioni tjetër natyror i kësaj zone, Parku Nacional i Lurës. Kol Kaqorri me të birin në presin me dashamirësi. Janë të lumtur që kemi shkuar të vizitojmë dhe bëjnë gjithçka që ne të ndihemi mirë. Unë jam Kol Kaqorri. Gjyshin tim e ka pas Dom Nikol Kaqorri djalë vllai, rrjedhim trugu familari i Dom Nikol Kaqorrit. Dom Nikol Kaqorri ka pas vetëm një vëlla Andresa dhe nga Andresa rrjedhim me pasardhësit e Andres. Po ai shkonte e vinte shumë herë, ai nuk e harronte Lurën në vendlindjen e tij asnjëherë, por ai sa herë që vinte, domethënë organizonte vetëm, domethënë ai kishte qëllimin vetëm kundër turkut. Domethënë kërkonte një pamarrësi të vërtetë. E ndronte edhe në këtë shtëpi ka lindur dhe është rritur Dom Nikol Kaqorri. Kjo është trulli, vatra bashku ka lind. Edhe pas shumë vjetësh, kjo gjak akoma nxjerr tym, si për të na zgjuar nga letargjia që ndodh në emër të modernës. Një pjesë e historisë soni ka rënjet këtu që për shumë kohë nuk e kemi njohur, apo se kemi njohur si duhet. Si për ironi, brenda në shtëpi akoma qëndron një pllakë me mbishkrimin Monument Kulture mbrohet nga shteti, e vendosur në vitin 1974. Për t'i shtuar koloritin ideologjik krejt punës, është vendosur një stem me yllin 5 cepësh, që në prapavit të kolës duket sa kontrastive, aq edhe dhimbshme. Këturu e dekorata e presidentit të Shqipërisë Sali Berisha e vitit 1992. Ndërkaq për veprimtarinë e tij të zellshme dhe të frytshme kishtare dhe njerëzore, në vitin 1917, Papa i asaj kohe e nderoi me kryqin e artë. Imzot Kaqorri është dekoruar edhe nga presidenti i Shqipërisë Bamir Topi. Nikol Kaqorri u lind në vitin 1868 në fshatin Krej Lur, në një familje malsorësh të varfër e të përzier nga ana fetare. Nëna ishte e besimit musliman, ndërsa babai katolik. Mësimet e para i mori në vendlindjen e tij e më vonë në delbënisht të Kurbinit. Ai domethënë si u bë 7-8 vjeç hiku në shkollë. E morën prit në atë fratat në atë kohë edhe iku. Filloren e bënin Shkodër, pastaj ka ikur në Itali, në Zvicër, ka pas marrë shumë fakultete. Qish fëmijë, ne e kemi dëgjuar edhe në për Oda, edhe në për Roma, ku mlidheshin burra me gjelise, mbledhje, po ma shumë ku mlidheshin burrat, kanë qenë kënu një këngë, male e fusha e Dibra zgjodhi, deputet Nikol Kaqorri. Ai ka qenë një patriot i independencës, një luftar, po më si ishte i fesë, se ishte i penës, ishte i lapsit, ishte i shkollës, nuk ishte njëri në alfabet. Edhe gëzon të autoritetin e gjithë zonës, jo vetëm të Lurës, ose të Krenjës, se ishte i biri i Krej Lurës. Dom Nikol Kaqorri në Krej Lur qëndroi deri në moshën 7 vjeçare. Me propozimin e abatit të Mirditës, u dërgua në Shkodër në shkollën jezuite, që e përfundoi me rezultate të shkëlqyera.
Pasi kreu seminarin, Nikola shkoi në Itali ku përfundoi shkollën teologjike Propaganda Fide në Rom. Pasi përfundoi studimet e larta në vitin 1890, në moshën 31 vjeçare u shugurua prift, ndërsa në vitin 1893 u emërua famullitar në Durrës e më vonë edhe zëvendës arqipeshk, ku shërbeu rreth 24 vjet me disa ndërprerje. Krahas punës si prift, ai punoi edhe si mësues duke ndjekur kështu frymën e rilindjes kombëtare për një shkollë me fryma dhetare. Dom Nikol Kaqori erdhi në Durrës në vitin 1893. Pra erdhi në një kohë kur në fundin e periudhës osmane, erdhi në një kohë kur Durrësi ishte një qendër e rëndësishme tranziti. Durrësi ishte jo vetëm qendër e rëndësishme tranziti, por edhe një qendër politike. Në Durrës kishte shkolla greke, shkolla austriake, shkolla italiane, shkolla romane dhe nuk kishte asnjë shkollë shqipe. Një nga hapat kryesore të veprimtarisë Dom Nikol Kaqori fillimisht ka qenë përhapja e arsimit kombëtar. Ai u angazhua dhe në çështjet e alfabetit të shqipes. Veprimtaria e tij kulturore nuk u pa me sy të mirë nga autoritetet osmane e greke, sepse puna e Nikol Kaqorit ka përcente interesat e tyre dhe binte ndesh tërësisht me to. Ai solli në Shqipëri revistën fammadhe Albania të Konicës, Drita të Shahin Kolonjës, që dilte në Sofje, si dhe një numër librash në Shqip për të ngritur ndërgjegjen patriotike të shqiptarëve përballë propagandës osmane e greke, që përpiqeshin të impononin kulturën e tyre në mënyrë djallëzore. Futja e librave e botimeve shqip të pakta që ishin në këtë kohë, sidomos historia e Shqipërisë që dalë në Vjenë, ai e solli këtë dhe e futi dhe filloi ta popularizoi nëpërmjet arqipeshkëvive, klerit katolik. Ajo që e dallonte Dom Nikol Kaqori në këtë kohë ishte se ai fen dhe adeun nuk e ndante asnjëherë. Ai e shikonte të gjithë shqiptarët me një dashamirësi shumë të madhe, nuk kishte dallime fetare. Dhe në këtë kohë filloi të hynte nëpërmjet Dom Nikol Kaqorit, njohej që kishte Dom Nikol Kaqori. Popularitetin që kishte Dom Nikol Kaqori në jashtë adeut, filloi të hynte dhe gazeta shqip Drita e Shahin Kolonjës, që dolli në vitin 1901. Kjo gazetë shërbeu si abetare për gjuhën shqipe. Dhe këto abetare që i vinin Dom Nikol Kaqorit nëpërmjet postës së arqipeshkëvisë, filloi të përhapi në të gjithë krahinat e Durrësit dhe që në këtë kohë filloi të përhape shkrimi dhe leximi shqip. Imzot Kaqori luajti rol kyç në kryengritjen e njohur të Kurbinit kundër autoriteteve osmane, të cilat përmes politikës së padrejtë të taksave po rënonin ekonomikisht banorët e kësaj zone. Dom Nikol Kaqori nuk mbeti vetëm një përhapës i arsimit kombëtar. Dom Nikol Kaqori hyri në lëvizjen politike në vitin 1901. Në këtë kohë në Kurbin, për shkak të thatësirës madhe, flasin grevurie, një shkamje madhe. Katolikët shkonin ditë për ditë në kishën katolike dhe luteshin për ndihmë. Kisha katolike nuk mund t'i përballonte këto. Atëherë ju kërkoi një ndihmë në bereket Vjenës. Vjena refuzoi në mënyrë që të mos binte në kontradikt me qeverinë osmane. Dom Nikol Kaqori ndërhyri te konsullata italiane në Durrës dhe kjeti disa ndihma për të ndihmuar familjet katolike. Këtu hyri në konflikt Dom Nikol Kaqori me Vjenën dhe këta e akuzonin Dom Nikol Kaqorin se ishte një agent i Vjenës, agent i Italisë, në fakt. Më vonë, acarimi i kryengritjes në kryengritjen e së Kurbinit filloi të lëvizte. Dhe në vitin 1903-1905, Dom Nikol Kaqori është një ndër udhëheqësit kryesor të lëvizjes kryengritëse në Kurbin. Aq sa në raportet konsullore austro-hungareze, Kaqori akuzohet se ishte një nga figurat kryesore që po i sillte të lashe të mëdha, jo vetëm perandorisë osmane, por po krijonte edhe një konflikt në mes të
Austro-Hungarisë dhe Vienës nga një prift katolik. Në këtë kohë, Dom Nikol Kaqori filloi të ndiqet. Dhe duke u ndjekur Dom Nikol Kaqori, filloi të emigrojë në zonat e malësisë të Krujës. Imzot Kaqorin e gjejmë në Kongresin e Alfabetit në Manastir, që u mbajt prej 14 deri më 22 nëntor të vitit 1908 si delegat i Durrësit. Aty ai ishte për krah mendjeve të ndritura të kohës si Mitat Frashëri, At Gjergj Pishta, Ndrem Mjeda, Gjerazim Qirjazi, Shain Kolonja, Sotir Peci, Luiç Gurakuqi, Dervish Hima, Hil Mosi, Matilo Goreci dhe të tjerë. Në mesin e 50 delegatëve dhe 200 të ftuarve, nderi i takoi Imzot Kaqorit, që të hapte punimet e këtij kongresi me rëndësi të jashtëzakonshme për popullin tonë. Zoti Kaqori nuk ishte thjesht një addetar në kontributet e tij në qeverinë e Vlorës, si nënkryetari i saj, por ka dhe kontribute të hershme pra. Këto janë duke filluar nga Kongresi Manastiri, që me të drejtë konsiderohet një ngjarje e vitit 1908, e cila konsiderohet një ngjarje shumë e rëndësishme në përcaktimin e alfabetit shqip. Tashmë dihet që gjatë kësaj periudhe funksiononin disa alfabete nga shoqëritë shqiptare dhe pikërisht në Kongresin e Manastirit u bë unifikimi i alfabetit të gjuhës shqipe, që pak a shumë më shpejt që kemi sot. Burimet historike flasin për një autoritet të lartë të Imzot Kaqorit tek të gjithë shqiptarët, pa dallim feje. Ai ishte angazhuar drejt për drejtë në kryengritjen e Kosovës të vitit 1910. Dom Nikol Kaqori në vitin 1910, për shkak të veprimtarisë së tij, arrestohet. Shkaku i arrestimit të Dom Nikol Kaqorit ishte se doja në një arkë të Arkipeshkëvis, që po shkonte në këndën e Arkipeshkëvis në Delbinisht, po dërgoheshin armë. Atje ata gjetën një letër të Dom Nikol Kaqorit, ku shkruaj "Rrofshin kosovarët". Kjo ishte, si thuhet, akuza kryesore që i ngrenin Dom Nikol Kaqorit, që Dom Nikol Kaqori ishte shumë i lidhur me Këngëtin e Kosovës, me krejt e lidhjes kryesores, dhe atë frym të kryengritjes ai do të ta shpërndante edhe në zonën e Durrësit dhe në malësinë e Mishkodrës. Dom Nikol Kaqori ka qenë nga udhëheqësit më të shquar të lëvizjes sonë kombëtare. Ai ka pas një rol të veçantë në unifikimin e faktorit politik shqiptar, përkatësisht të bashkimit të forcave dhe unifikimit të kryengritjes shqiptare në bashkëveprim me kryengritësit e Kosovës dhe në vitin 1910, po veçanërisht në vitin 1912, ai ka insistuar që edhe malësorët e veriut të cilët kishin vazhdu kryengritjen dhe pas përfundimit të marrëveshjes shqiptare-osmane, ta ndërpresin luftën, sepse tani kishte një periudhë tjetër kur i ekzistonte rreziku i sulmit të Malit të Zi, Serbisë, Greqisë dhe Bullgarisë, dhe shqiptarët ata duhet të dalin dhe ata kishin dhënë një luftë, kishin bërë një luftë të ashpër me Turqinë 500 vjet dhe tani duhet të përgatiteshin kundra një anmiku edhe më të egër, i cili donte t'i glabronte tokat shqiptare, dhe shqiptarët duhet të ishin të bashkuar më tepër se kurrë më parë. Roli i tij pra në këtë drejtim është shumë i rëndësishëm. Ai ka pas lidhje miqësi edhe me kosovar, ai ka qenë në disa fronte në unison të veprimit me Isa Boletinin, për shembull, në luftën kundra forcave reakcionare turkomane të Haxhi Şamilit, në mbrojtjen e Prinzvitit, i cili ka qenë një faktor i rëndësishëm po mënoj për afirmimin e Shqipërisë, të cilën e ka quajtur Evropa, por që edhe shqiptarët e kanë pranuar si të tillë dhe të gjithë shqiptarët abdetar janë vënë në mbrojtjet e tij. Kaqori ka qenë njëri nga ata, ndërkaq edhe Isa Boletini me kosovarët e tij ka qenë në një front të përbashkët, po edhe mirëditorët, edhe njerëzit e krajinave të tjera janë gjetur në një front të përbashkët. Veprimtaria e bujshme, dëtare, kulturore, arsimore e Imzot Kaqorit po ndiqej hap pas hapi nga autoritetet osmane. Pritej momenti që të gjendej një pretekst që ai të arrestohej e të dënohej. Kjo ndodhi më 18 qershor të vitit 1910. Kemi gjetur dhe kemi në arkivin tonë proces-verbalet origjinale të gjyqit të famshëm që i bëhet aty në kohën e kur Vinxon Turqit në pushtet,
Dom Nikol Kaçori dënohet, ka një proces gjyqësor kundra tij, akuzohet që ka sjell armë kontraband. Me gjithë se u lirua Dom Nikol Kaçori nga burgu, ai nuk kaloi në keqësi, po mbeti gjithmonë një figurë për krah figurave të shquara televizës kombëtare shqiptare që ishin kohë. Dhe ai është për shembull një nga antarët e komitetit të kurrëngritjes në Shqipërinë e Mesme që ishte në Krujë. Në këtë kohë Dom Nikol Kaçori kishte lidhje me figura të shquara. Krahu i djathtë i Dom Nikol Kaçori në Durrës kanë qenë pa përjashtim myslimanët e krishterët. Por njeriu më besnik që i qëndronte pranë në lëvizjet e tija kishte Shtef Kaçulini, një figurë që shunda për asnjëherë dhe me një besnikëri shumë të madhe i mbeti besnik. Në kryengritjen e vitit 1910-12, Kaçori ka qenë ndërlidhës kryesor i Shqipërisë Jugut me Shqipërinë e Mesme, se përgatitej të shpërthente një kryengritje. Mirë po, Komiteti i Kryengritjes së Shqipërisë Mesme që ishte në Sarasalltik të Krujës, donte të zhdinte në çfarë ujëra shërrivin ngjarjet në jug. Dhe këta dërguan një figurë patriotike që ka qenë Salimi Vica. Ndërlidhësi i korrespondencës të Saliut me jugun me Shqipërinë e Mesme ishte Dom Nikol Kaçori me pseudonimin Kurora. Thash, Kaçori kishte rrezikuar një herë, ishte dënuar, nuk ishte rreshtur, nuk e friksoi burgu, nuk u friksua përpara asgjëje, adheu ishte mbi gjithçka. Arrestimi i Mzot Kaçorit u prit me indinjatën nga shqiptarët kudo që ndodheshin, duke organizuar edhe protesta për këtë veprim të autoriteteve osmane. Një protestë e tillë u organizua në Boston të Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 23 tetor të vitit 1910. Pjesëmarrës të së cilës e vlerësuan i Mzot Nikol Kaçorin, njëri nga martirët e barbarisë aziatike, të cilët po e paguanin me kokë dhe gjakun e tyre dashurinë për Shqipërinë. Në momentet kulmore për popullin ton, më 28 nëntor të vitit 1912, Dom Nikol Kaçori ndodhet në Vlorë. Duke qëndruar krah për krah me Ismail Qemalin dhe të tjerë, ai firmosi aktin e pavarësisë së Shqipërisë që u kurorëzua me ngritjen e flamurit kombëtar. Kuvendi i Vlorës e zgjodhi Dom Nikol Kaçorin zëvendës kryeministër. Të gjithë delegatët me një za venduan që Shqipëria më sot të bëhet në vehte, e lirë dhe e mosvarme. Urdhërojmë Zot Kaçori. Roli i Kaçorit është shumë i madh si në kryetar i qeverisë së Vlorës, ai ka dhënë legjitimitet edhe i ka dhënë më thonë si bashkimit ndërkonfesional, sepse para Evropës kemi dalë jo si popull, si mbeturinë një popull aziatik, si kanë thonë ata të tjerë, por kanë si popull i cili ka një dashamirësi, një harmoni vllazërore dhe vetë qeveria e Vlorës ka qenë e përbërë prej njerëzve të krahinave edhe të konfesioneve të ndryshme që ka qenë një shembull sui generis i papërsëritshëm në historinë e diplomacisë edhe të Evropës juglindore. Deri në vitin 1912 ishte një figurë e shquar e lëvizjes kombëtare shqiptare. Dhe ishin këto arsye që në vitin 1912, kur u shpall pavarësia në Vlorë, Dom Nikol Kaçori ka qenë krahu i djathtë i Ismail Qemalit.
dhe u zgjodh atje në Kuvendin e Vlorës, nën kryetari i qeverisë Vlorës. Pra jemi pikërisht në këtë godin ku qeveria e parë shqiptare, që quhesh në atë kohë qeveria e përkohshme, kreu veprimtarinë e vet pikërisht në këtë godin që është mbi 100 vjeçare. Këtu vendosën kryeministri, ministrat, kabineti ministra, sekretar, të cilët punuan gjatë gjithë periudhës së veprimtarisë së kësaj qeverie. Është një ngjarje vërtet e madhe, ku nuk është vetëm kontributi i këtyre adeptarëve, po janë dhe shoqëritë patriotike që vepronin jashtë vendit, duke filluar me Rumaninë, ku ka një kontribut të madh të shqiptarëve atje, duke vazhduar me Bullgarinë, po ashtu me Egjiptin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kishim një komunitet shqiptar jashtëzakonisht të interesuar për çështjen e MVS-së së Shqipërisë. Në Vlorë, kur janë mbledh patriotët e mëdhenj, Nikol Kaçori ka qenë ta kryesori. Se shumë delegat kanë thënë, po këtu është ushtria turke, është zhandarmeria turke, ne tash pe ngrem flamurin e pavarësisë për Shqipërinë, po këta njerëz këtu, kjo ushtri e kjo zhandarmeri, ç'a bëjnë me ne? Atëri ka thënë ato fjalë të famshme, me vdek se me vdek, më mirë sot po vdesim me nerë, se nesër pa nerë. Merita e madhe e kësaj qeverie ishte fakti që harmonizoi të 3 komunitetet fetare në bashkëqeverisi. Edhe komunitetin musliman që ishte në numër i madh, komunitetin katolik dhe atë ortodoks. Pra, kompozimi që u bë qeverisë shqiptare ishte jashtëzakonisht interesant. Pra, u futën 3 komunitete shqiptare duke treguar pra që atdeu ishte mbi gjithçka, dhe të gjitha këto kontribute dhe të gjitha këto komunitete duhet kontribuonin për çështjen madhore që ishte çështja e kombit shqiptar. Por pati një kontradikt me Ismail Kemal. Dhe kjo kontradikt nuk erdhi thjesht për kapriçot e njerit të një ose të tjetrit. Por ky pati Ismail Kemali disa lëvizje që nuk i shërbejnë lëvizje shkombëtare shqiptare sipas mendimit të tij. Në këtë kohë në Vlorë vjen një anije greke, ekuipazhi i saj filloi të lëvizën për Vlorë pa kur fare rezerve. Dhe ky i dërgon një letër Ismail Kemali. Në mes të tjerave i përmend kush janë grekët në Shqipëri dhe pse ti tregohesh kaq indiferent ndaj një shteti që ka pasur kurrë me sy të mirë Shqipërinë. Dhe mas sa ditësh ky vendosi të japi dorëheqje. Pra ishte një malsor, sa patriot, aq edhe si thuhet jo i kompromiseve. Edhe i thot, juve unë do t'jap dorëheqjen dhe ju do t'a pranoni dorëheqjen time, se vetë na keni thënë, keni deklaruar para kabinetit kush të doj të rri, kush të doj të ikë. Ky iku dhe mbeti gjithmonë në marrëdhënie të acaruara me Ismail Kemalin, por mbeti gjithmonë një mbrojtës i flakt i qeverisë Vlorës. Në arkivin qendror të shtetit në Tiranë, krahas materialeve tjera të çmueshme, ruhet një dorëshkrim prej 28 faqesh me këngë popullore shqiptare të mbledhura në vise të ndryshme nga Dom Nikol Kaçori. Me këtë dorëshkrim, emri i tij radhitet për krah figurave të shquara të folkloristikës shqiptare, si Donat Kurti, Bernardin Palaj, Shtjefan Gjeqovi dhe të tjerë. Kaçori zotronte shumë gjuhë të huaja, si latinisht, italisht, gjermanisht e frëngjisht. Përveç se një klerik dhe adhëtar i devotshëm, ai kishte krijuar tani më profilin e një intelektuali në zë. Në fillim të majit të vitit 1917, pas rëndimit të gjendjes shëndetësore, nga se vuante nga ulcera në stomak e në zor, ai shkoi për t'u mjekuar në sanatoriumin e njohur të Vjenës, por pa sukses. Më 28 maj, në orën 3 të natës, sipas dëshirës së tij, ju dha sakramenti i pajtimit, mori për shtektimin, ndërsa më 29 maj kaloi në amshim. Ceremonia e varrimit u bë më 29 maj, në varrezat qendrore të Vjenës. Për t'i bërë nderimet e fundit, kishin ardhur zyrtar të lartë të perandorisë austro-hungareze, bashkëdhetar të shumtë në Austri, ish komandanti i krajinës së Tiranës, Feldmarshal Lentnan Braun dhe të tjerë.
Vdekja e Kaqorrit pati një jehon të madhe në shtypin shqiptar dhe austriak të asaj kohe. Por këtu nuk përmbyllet kapitulli mbi jetën dhe veprën e këtij njeriu të madh të kombit ton. Në 10 vjeçarët vijues, mbi të do të rëndoj harresa e pamerituar dhe një lloj dënimi i heshtur. Emri i tij do të përmendej rrëshqitazi sa për të plotësuar koloritin e mozaikut të dizajnuar nga diktatura. Historianët nuk do të gërmonin më shumë fakte për të, ose do të heshtin tërësisht për të mos u ngatruar me strukturat e diktaturës. Fillimisht në kohën kur u po merresha me hullumtimet e figurave patriotike, ishte e vështirë për të shkruar për Dom Nikol Kaqorin, sepse kleri katolik në këtë kohë persekutohej dhe ishte si thuaj që një gjë paradoksale që rrezikonte edhe atë që merresh me këto figura. Megjithatë, unë në këtë kohë pa marrë parasysh rreziqe që mund të më kanosesh, dashuria për figurën, dashuria e madhe, vlerësimi i madh për vlerat e kësaj figure, nisha hullumtimin e këtij figurës. Shfrytëzova një dokumentacion shumë të pasur nga arkivi i Vienës, nga arkivi i Romës, nga arkivat greke, nga arkivat e Vatikanit dhe në mënyrë të veçantë nga arkivat turke. Dhe Dom Nikol Kaqori më dilte një personalitet që fejnë dhe adheun asnjëherë nuk e shkëpuste. Të paktën në 50 vjetët e regjimit komunist u mësuam që klerikët të cilës do po them besimi, qofshin ata katolik, ortodoks apo dhe musliman, u panë si njerëz që apo u etiketuan si njerëz që nuk e kishin dashur vendin, atë dheun, kombin, gjë që absolutisht nuk ishte e vërtet. Më thënë, ishte një gënjeshtër e madhe, sepse nga radhët e tyre kishin dalë atletar të shquar me kontribute të jashtëzakonshme. Në vitin 1967 në Shqipëri u bëm i vetmi vend ateist në botë dhe me kushtetut, pati një luftë të egër të jashtëzakonshme kundra institucioneve të besimit. Përsa i takon besimit katolik kish nisur që në fillim, dhe më thënë që në bas mbarimit luftës dytë botërore, dhe natyrisht arkivat e jashtëzakonshme dhe jashtëzakonisht të pasura, jo vetëm atë çka i takon të veprimtarisë së besimit, por edhe asaj kombëtare, dhe arkivat e klerit katolik kanë qenë shumë të pasura në këtë drejtim, pësuan dëmtime dhe natyrisht mendojmë që duhet kanë humbur dhe dokumenta, janë asgjësuar, kanë humbur, janë tjetërsuar, por në 67-ën që goditja përfundimtare dhe dokumentet u grumbulluan këtu pa ndonjë rregull, kanë ardhur me shumë nxitim, po themi janë shpëtuar nga turat e zjarrit. Në aktin e shpalljes së pavarësisë së vendit, mundoheshin kaq shumë të fshinin emrat e atyre që ishin firmëtarët e kësaj copës e letre kaq të vyer për neve, sa që shpeshherë dhe Dom Nikol Kaqorit i ikte, po themi, nuk përmendej, ashtu siç nuk përmendej edhe Vebi Agolli, edhe ai një klerik musliman, një njeri nderuar, të dy vinin nga e njëjta krahin, nga Dibra, dhe të dy janë të pranishëm në atë akt, në atë vepër të jashtëzakonshme. Pas një pune të palodhur të misionit katolik në Vjenë, në udhëheqjen e priftit kosovar Don Pren Kola, me ndihmën edhe të adhetarëve shqiptar në Vjenë, e sidomos të familjarëve të Kaqorit, u gjet varri i tij, e më pas u organizua edhe dërgimi i eshtrave në atë për t'u rivarosur në tokën mëm. Jam prap në aeroportin Nën Tereza në Tiranë, në kryeqytetin e Shqipërisë, edhe me mall dua të rikujtoj prap angazhimin tim edhe angazhimin e misionit katolik shqiptar të Vjenës, tu e pas gjithmonë parasysh shtytjen kryesore të Edmond Kaqorit, pikërisht nipit të Imzot Nikol Kaqorit, i cili ishte mysafiri im, dhe pas bisedës thukë dhe pas hulumtimeve që ai kishte bërë rreth varrit, çka është e vërteta se referencat dhe një paradije për vend
vendin e varrit ekziston të Qemoti, por ishte viti i parë im në misionin e ri të Vjenës, edhe ardhja ati mund të them se ishte nxitje. Pastaj unë mora përsipër gjithë punën me veprimtarët e misionit dhe patjetër ndërta duhet të kujtoj e të falenderoj zotëri Pjetër Logorecin dhe Kastriot Dedën. Ky i pari, zotëri Logoreci, dha një ndihmë të veçantë, sidomos në gjetjen e të hollave, në gjetjen e parave, pikërisht për bartjen e eshnave, të cilën e dha Instituti i Kulturës dhe Shkencës pranë Ministrisë Austriake. Është shumë me rëndësi se 100 vjet nuk e kemi ditë ku ka vurën do Nikol Kaçori. E kemi ditë këtë që patriotët asaj kohe kur ka vdek i ri 55 vjeç, që e kanë varros, po venin jo. E këtu ka luajtur një rol shumë pozitiv, shumë të mirë Don Prenkola. Don Prenkola me lidhjet e veta me bashkinë e Vjenës, me pyetjet që ju ka bërë atyne, ata i kishin pas kicat e 1917-s, se 1917 do Nikol Kaçori ka vdek në Vjenë. Atë që është varrosur. Edhe e gjeti, Don Prenkola gjeti vorën e tij, edhe na mundsoi me patriotët tjerë që jetojnë në Vjenë, i morën neshën e tij, na prunin këtu, edhe ai në kishën e vet ku ka punu 30 vjet, aty pushon, aty pret në gjallën të vdekurve. Im Zot Nikol Kaçori, qëndron në themelet e shtetit shqiptar në të gjitha kuptimet e fjalës themel. Së pari sepse ka pasur bindjen e thellë se shqiptarët nuk mund të prisnin më për të çliruar nga sundimi i gjatë otoman. Dhe kjo bindje e ka shtyrë të angazhohen për të përgatitur mendërisht e kulturalisht dhe politikisht popullin shqiptar për shpalljen e pavarësisë. Së dyti, sepse priti në Durrës delegacionin që ishte nisur nga Trieste për të shpallur pavarësinë, Shqipërinë e mosëvarme. Dhe pasi u bë e re se shpallja e pavarësisë në Durrës vihej në rrezik për shkak të pasigurisë së tij, të këtij qyteti të kërcënuar nga pretendimet serbe dhe greke, bëri të mundur sigurinë e udhëtimit të këtij delegacionit drejt Vlorës. Së treti, sepse në Vlorë jo vetëm se hodhi firmen për krah Ismail Qemali dhe ishte ndër 5 personat që valviten për herë të parë flamorin e Shqipërisë, së pavarur, por u bë edhe zëvendës kryeministri i parë i shtetit të ri shqiptar. Don Nikol Kaçori u përket atyre burrave, të cilët dhanë për këte kom dhe për këte vend, më shumë se kushdo tjetër, për mbretësinë, lirinë, dignitetin e tyre.
Imzot Nikol Kaçori shënëroi dioqezën e tij jo vetëm në një kështjell besimit tek Krishti dhe Zoti, por në një kështjell besimit pathyrshëm tek flamuri dhe Shqipëria. Dhe porosia e Krishtit për Dom Nikol Kaçorin ishte: jepi Shqipërisë atë që i takon. Dhe ky burr i madh i dha Shqipërisë, i dha flamurit atë që i takon. Ja sepse në mbledhjen e parë të themelimit të pavarësisë, etrit e saj në unanimitet të plot do të përcaktonin, do të zgjidhin Dom Nikol Kaçorin si zëvendës kryeministri e qeverisë së parë të shtetit shqiptar të pavarur. Faktikisht, ky kishte qenë arkitekti ndërtuesi i saj në territorin shqiptar. Ne jemi krenar që jetoj në Nikol Kaçori, që popullit vetë ja tregoj rrugën e pavarësisë. Edhe me të vërtet, pasi e tregoj këtë rrugë edhe ne do ta njekim, sepse Dom Nikol Kaçori ishte njeri më e meriton këtë nderim. Sot po rivarrosim në kishën e tij Dom Nikol Kaçorin, njeriu i cilën edukoi kombi i tij, lura tij, e kato që ka shkue, ka jetue me zemër pastër, me shpirt mirë, duke nderu popullin e vet, edhe për shpalljen e pavarësisë Shqipërisë ka pas merita të mëdha. Për këtë arsye, ne sot gjithë bashku po e nderojmë njeriun ton, Dom Nikol Kaçori. Dom Nikol Kaçori, biri i Krej Lurës. I një nëne shqiptare muslimane u bë biri i kishës katolike. Ky rrezikzim mbi të cilin ran shumë deshtrasha dhe stuhi, ky shqiptar i kulluar u bë shkëmb dhe burri i lartë i shtetit, u bë një ndër viganët, autorët dhe themeltarët kryesor të shtetit të parë shqiptar që nga Skënderbeu e këndej. Ai ishte i pranishëm në të gjitha ngjarjet e rëndësishme kulturore të kombit ton. Prandaj, me të drejtë mund të themi se jeta dhe krejt aktiviteti i tij janë shembull i veçantë se si deri në fund duhet i qëndrojmë besnik idealit ton njerëzor dhe kombëtar.